teknikisht që të kemi rezultatet që i kemi sonte dhe filloj që t'i lexoj rezultatet e procedura deri në këtë moment. Natyrisht se ne i kemi shikuar vetë në web faqen e KQZ-s, të cilën ndoshta e kemi kritikuar shumë herën e kaluar, para 8 muajsh e ca ditë, duhet t'ja japim kreditin për sonte, ka funksionuar. Një vërejtje që e kishim, zoti Pasarizi, ishte ajo që shkaktoi konfuzion që për disa minuta edhe ne ram prej atij konfuzioni, pra ku nuk dalloi qartë se cilat vota duhet merren për bazë si përqindje dhe përfundimisht pra janë ato të kutive. Derisa jemi këtu, do t'i kthejmë edhe njerë Prishtinës, ku janë numruar 82.46% të votave dhe e kemi zotin Përparim Rama me 33.84%, 32.89% i ka zoti Hajrullah Qeko zyrtarisht, unë do t'i thom Qeku si që ka preferuar ai vetë, zoti Uran Ismaili 27.89% dhe Berisha ka 3.1%. Në 1.5% tashmë ngelet Besa Shahini dhe të tjerët. Diçka me thonë, është numri më i ullt i votave që e merr një kryetar në zyre në raund të parë. Ky rezultat të cilin po e merr sonte zoti Përparim Rama. Zoti Përparim Rama sonte shkon me këtë historikisht. Historikisht. Përparim Rama aktual, kryetar në zyre. Dikush si kryetar në detyrë. Kryetari në detyrë që garant është numri më i vogël i votave që e merr një kryetar në zyre. Dhe kjo është kështu kogja indikative, ka të bëj pak edhe me, si me thonë, me që kemi pas një garë super serioze mes 3 kandidatëve, do me thonë kjo është 3 kandidatë që kanë marrë votë masive. Votë masive. Çka kisha pas dëshirë shumë para se t'ja kaloj fjalën kolegëve, ndoshta nëse mundet më këshir kuvendi komunal edhe një herë. Prishtinë. Ta shohim Prishtinën vetëm tregoj edhe që janë numruar 100% të votave në Vushtri, Junik, Fushë Kosovë, Mamush dhe Dragash. Super. A mundemi kuvendi komunal i Prishtinës. Lutem regjia. Kisha pas dëshirë. 6.49% këtu. Domethënë partia, kjo është hera parë. Prej që ka zgjedhje në komunë Prishtinës, që Partia Demokratike e Kosovës është e dyta në Asamble Komunale. Domethënë është hera parë. Dhe është hera parë prej që ka rënë lëvizja vetëvendosje prej vitit 2013 themi, që del në këtë numër të votave. 2017 ka pas shumë më shumë. Domethënë kemi një e parë që dele treta vetëvendosje në garën e saj. Çka kemi këtu që mu po mbrengos shumë te kuvendi komunal, t'ju them drejtën, është fakti që kuvendi komunal tashmë ka me pas përfaqësim prej 7-8 grupeve të ndryshme. Dhe kemi me pas një super problem në kuvend komunal të Prishtinës për kushdo që është kryetari. Nëse nuk ndërtojnë koalicionet të shëndrueshme të shnosha, të bazume në projekte e jo në temat që lidhen me koeficiente e plane zhvillimore. Kështu që po besoj që për Prishtinën betejë kryesore ka me qenë e kushdo që zgjedhet kryetar, ka me qenë si të ndërtojë një koalicion të shëndrueshëm, në mënyrë që të shohim ndonjë ecje përpara. Në këtë drejtim po besoj që çka kemi pa në zgjedhjet lokale dhe çka po vazhdojmë pa në zgjedhjet lokale për kryetar dhe për të parin e komunës është për mua gara më e ngushtë në histori të zgjedhjeve lokale. Nuk kemi pa garë më të 1, 2, 3. 3 me rezultatin më të ngushtë. 2 kandidat në Prishtinë janë pretendent për me hy në balotazh, ndërkohë që herave tjera ka qenë vetëm ne. Sakt. PDK ka qenë shumë larg dhe asnjë parti tjetër. Pas shumë garë për vendin e dytë. Po, për vendin e dytë kësaj radhe. Pra, PDK ka përzgjedh kandidatin i cili ka qenë si duket e ka maksimizu votën e PDK-s. Aleanca ka rujt votën në asambleje. Kjo është avnia këtë edhin, kjo është kurthi i Aleancës. Aleanca gjithë për asambleje komunale ka votë më shumë se për kryetar. Unë kam qenë... Ka qenë 10% ka qenë edhe... Por kam besu shumë që Bek Berisha ka me qenë një prej atyre, kam thënë në studio këtu besoj, 10% janë shumë, që ka me qenë një prej atyre kandidatëve të Aleancës që ka me qenë gjendje me mbledh votën e njëjtë si për asamblejë si për vete. Po prap po del ky far problemi i Aleancës edhe është serioz. Mos na ik një gjë.
që i bjen Alianca ka pas super list për këshilltar komunal. Se krahasuar me gjitha subjektet të tjerë që kanë rezultat për kryetar sa 10 fish i Aliancës, pra është aty. Pra 10% me 21.6% ose 7% të rrumbullaksuar televizit vetë vendosi. E shohim për shembull PSD-n e cila futet me 3 asamblejist. 2-3 asamblejist futet në... Mund t'i kapë edhe 3 asamblejist. Mund t'i kapë edhe 3 asamblejist. A mund të themi se plani PSD-s përfundimisht po jep